E di në një kohë, pa të thonë që ki taku një njeri i cili ka parashiku fatin tënd. Është e vërtet? Do thot, besëm, jam konë të hypë me një trenë dhe më nalë një njeri. Më nalë një njeri që më thonë me një fashami në kry, shumë i qytet shumë. Edhe më thot, ti një ditë ki mu ba qështu. Edhe ki mu ba shumë i madhë, kanë me të njoftë krejt, edhe diqysh, ti gjenë me kesh, diqysh, kua të ditë kë njeri, apo ku pëta, ti je plotësisht diqysh ashtu. Kur thot që ka që motra e ki, që ka që vlasën e ki, që ka që sajnë e ki, ti janë njësë do thot qësh mu do duk diqysh qytet shumë. Nuk ka që besoj në magji ose në qëtu farë sajnë, kur si kam kësi, po mu ka duk shumë interesant se që shi diti a njëri, ma ka zëj kajtë fatin tem, do thot në brenda 30 sekonda. Interesante. Edhe kur mos e kam pa. Qka ka parashiku për ty, diçka që ende së është realizu? Nuk e di, aj momentin do t'jen, nëse nuk ka ardhë, së di, është qmenduri, se do sajnë, tash nuk e di, a do t'dallin krejt që ashtu shkam ka thonë, që t'jam presim kuën dhe t'na të regon. E nga aspekti muzikës, si janë planet të tua, sepse kemi pas një periudhë kogja të qetë, sa i përket lugatit? Po, muzika jeme, Elita po thëmë kështu, unë e kom kriju gjithmonë kongë, që 20 vite kryoj kongë. Tash sot unë jam në aty që vetëm mund dush mi dzerë për i fijokit edhe me i orkestru ma mirë, me përshtat mënyrën e sa që është përbëhat muzika, kështu se unë veç kam mi dzerë që ato kongë që me vite janë të shkrume, që ato kongë që mund kanë, do thot, disa janë edhe për jetën të eme, disa janë edhe gjana që unë i kom përjetu, disa janë të mishve të mi, disa janë njerëzve që më kanë inspiru. Kam shumë kongë, kur, unë jam të punu, po kur, qysh, a do të ketë EP, a do të ketë album, ende nuk e kam vendos, po do të ketë ma shumë se një kongë. Po t'je të punu në studio, nuk është që e shkëput komplet. Jo, unë do të punoj më prapasken, punoj 2-3 vite, kur t'jam gati, për sëri këthejna. Unë jam shumë falenderus, do thot, mas pore ma prej Zotit, se nuk jam i dytëru unë me dalë me knu gjdo natë për me mbjetu. Unë moshën 35 vjetë, do thot, kam dalë në penzion, kështu që unë s'kam nevoj për me dalë me ngajt për pare. Se unë e kam një tyrë me e cëla, nuk është të Se ki vendos me dalë në penzion moshën 35? Jo, erdhe në cajnë e qashtu. Qish më thonë, unë një herë më kujtuat si sot kërë po tani zanatit, sa tjenë të vicër i thejmë zanat. Jam konë të pastru, se kam punu në trekti. Edhe i kam thonë o Zot, që shune me kalu krejt jetën kështu.